Faleminderit Zot për të gjithat. Kam arrit këtë sukses. Gjithë këtë rrugë komplet jashtë me tend, me athese nxehtë sa duke që kom pas, nuk kanë çaj probleme, po rrafsh kur të është fort e senet, është maran, po nejse. Kam shumë që ju tregoj për rrugë që kom përjetu e sene, një që në inspirime, na për kodra që kom shku me bicikl, kaner, e kom lanë biciklën të pusht, kom shku nalt, e kom shiu venin, 100 km në ditë në herë e kom bo, 106 km e Kosur, edhe henez 1783 metra në Shazvjak, Austri, qoftë se e shqenin atë rrjedh. Pse i kom bo këto, se sporti më pëlqen shumë, lëvizja më pëlqen shumë, se kur të lëviz, kryt të të punon, po nuk i qarkollon ato mendimet në përgjithësi që shiko. Se për shembull, jenë sport, jenë tani dopamina, adrenalina, me disa kohë serotonina, janë hormonet lumturisë, fuqisë, krejt çdo sene. Po do të më rujt për mos me tepru. Mundesh mi te i kalu krejt këtu përvojat e dhimbjet e senet, edhe i kom te i kalu dhe gjithë kom inshallah krejt mund te i kalujm, por do të më rujt kaner mos më të shku tepër dopamina, adrenalina sene, se do të më mësu trupe edhe më qetësu për shembull. Më qetësu, elhamdulillah Zoti u bekuf, e zani po kryen. Edhe të më ditë më rregullu trupi, që është qarkollimi me tensionin, me gjakin, me pulzin e krejt çdo sene. Çdo sene do të më rregullu shumë thjesht. Edhe në qoftë se kina ide të unë për shembull 135 tani 160 km i kom bo, por qëtë herë për Kosovë, në atë vit në Portugalli kur kom shku, 150-160 km i kom bo, në nxehtësi 40 gradë, edhe këtë vit 40 gradë i kom pas. Nuk është lehtë, po do të më rujt edhe nxehtësia kështu. Kështu që përfshin krejt ato përvoja që e kom bo fill në këtë projekt sportit ekstrem tash. Duhet me ditë edhe ku është midisi. Din mesatare kanë edhe të më shkon jetë,